Përshëndetje të nderuar shikues dhe dëgjues të Radio Televizion të Mitrovicës. Jemi sot në emisionin e disa herë me të nderuarin autorin Gjafer Uka. Ne jemi mësuar çdo vit ai të nxjerr nga një libër, autor i palodhshëm. Edhe çdo herë së paku 1111 barcoleta, anekdota, aforizma, fjalë të urta e tjera. Kemi nderin që sot të ju prezentojmë librin e ri të fundit i cili ka dalë taze nga shtypja. Po, që një javë. Që një javë, mirë se erdhët. Mirë se gjitha i vetë. Faleminderit për ftesën. Me nderëqofshet edhe ju e falenderit dhe kemi nderin në pra që sot të prezentojmë për herë të parë, ndoket nuk e keni prezentuar dika tjetër, keni arritur Jo, raport të ju. Sot të Mitrovica herë të Të ju, të ju. Do me thonë, ky është libri, që e keni, do me thonë libri i ri, më i fundit, 1111. Po, kështë. Kështu që u bon 13.333. Gjithsejt. Me 10 libra, po. Gjafer, sa të murë ko deri sot kjo? Kur ki fillu? Qa 10 vjetë? Ma tepër? Kur ka dalë libri parë? Në 15. 2015, libri parë. A ka qenë me 3.333. E këto libra tjere çdo vit ka 1.111. Do me thonë 15, 2025, do me thonë tamam, çdo vit ka një. Çdo vit ka një. Një vjet për të merr për një libër. Plus e kom një libër për qabër. Po, plus një libër e kemi për qabër, e kemi pas në një emision edhe për atë libër e kemi pas. Do me thonë, monët më quhet një autor mjaft produktiv, shumë produktiv. Jom të punua. S'po pritoj. Po, mirë. Libri ka dalë që sa për shtypit? Që një javë. Që një javë. Po, një javë. Mirë, e ke dorëzu më herët që sa e ke dorëzu për shtyp kjo? Një javë, s'ka zot. Një javë. A ke fillu me aforizma tjera? 2 ditë, thash s'du me shtyp, po s'du me zëtua. 3 ditë, s'mujta ja fillova. A më eri njeri pa ujë? Po, vallaj, ja. Po mësoj këtë. Po mësot. Ja ku fillu tjetër. Do me thonë, muna me pritë që mas një vite... Prap. Vazhdan. Pa tjetër. Nere patë me ndërpre, patë. Do të me ndërpre, po s'bo. A o ljolla, qka ta mur menja, the bolla, qka u bo? Vallaj, tash u bo tepër, ma mur menja. Ta mur menja. Pushoj pak. Mirë pafshe, ashtë njeri kështë i mësum me të shkasë. Po mu isha me pushuar nëse s'lezoj e s'kruj. Shaj që e lëndrogë, po thoi. Ka thia duhoni na. I mbarën, po mbarën. Po qartë. E po, i mbarën, po, është prodhimtari e mirë, mendore. Prodhimtari mendore, ai që është aktivitet mendor sonare, ta po, dikush lezon. Po, dikush lezon. Dikush relaksohet. Dikush mëson diçka, njën diçka të re. Po. Është një farë. Është diçka. Edhe zakonisht këto po janë kryesisht këtu po janë ka dhe anekdota, dhe aforizma, dhe metafora, fjalëtuta, mirë po më shumë ti barcoleta që. Barcoleta ka më shumë ti. Prandaj për të mirën e tjerë pak më shtim e kesh. Ka edhe për të mirë. Mi disponu pak. Mi disponu. Gjakovar ka 400 janë. Po, këto. Do të thonë si mbas kapitujve. Jo këto, gjitha. Gjitha. Ka për gjitha viset shqiptare, gjitha trojat, ka për gjitha gjinit, ka për gjitha moshat, ka për polit, për bjondina, për gjakovar, thash, për drenise, për lape, për ishale, për të na viset ka. Kështu që mund edhe gjithë njerëz që ka dojnë këtë me gjithë. Të na i kanë. Unë më relaksu ka pa. Po më relaksu. Edhe kalojnë kohën pak me disponim se shëndeti mendor, po që ai dam tu po thoj, Gjafer, në misione vazhdimisht i dëgjon njerëz në depresion, njerëz na mërzit. Unë e ndrej kanalin. Po e kanalin. Ja, s'ka shohën me këtyr, po. Me bo me këtyr aty në depresion bjen. Sidomos to debatet. Po që thot ty. Bëj. Hajde. Edhe ditën më të keqe mundet me ta ndreq një barcoletë e mirë. E vërtet a dhem, por qeshja shëron. Pa, sigurisht, pra. Kjo është. Po, fillojmë për para. Po, për çfarë do të thonë barcoleta? Kjo qyre, tash e shpjegove qëllimin e barcoletës. Po, çfarë për shkak. Synimet ju që e pa çiko shkoni në barcoletë, çfarë pas këtë synim? Kjo po. Ditën më ndresh njerëz. Ditën më ndresh. Shqo. Krijuesi i trashëgimisë shpirtërore. Po. Kjo. Poeti shkronja, fjalë, shkruan rreshta dal nga dal. Faqe, tituj, pa u ndalur shkruan kapituj. Shkruan bashk me vetveten. Ditë natën shkruan të rjetën. Dhe kur i bën të lë pas dhurata,
Vepra të shkurta, vepra të gjata. Kjo është. Mi shumë. Ta që kom një për ta djemë që s'po martuan. Po, vëlla, që kjo epidemi po shtohet, që kjo epidemi pak. O djallë, a je njeri apo je gomarë? 30 vjeç ngele beqare. Të pak të në bënja bam një herë, se për ndryshe keme ngele në derë. Martohu. Martohu. Sa është i mirë, qëllimi mirë, me Po, kjo është. porosi njerëzve, rinis me u martu. Po. Porosi. Po, ajtë po folim atë pak një me për martesën Gjafer, një dukëri shumë e madhe u bo. Po për një kohë shkurë si malizi kena më bo. Si malizi? 600.000. Mera. Po. Edhe nuk po martohen, ata që po martohen po thonë po shkurë zonë shpejt. Po. S'po qëndrojnë gjatë martesën. Po martohen, po jetojnë me qenë, me maca. Me qenë maca. Me ndosë. Po dhe s'po lindin mo një men Z2. Shumë pak. Ja, kjo bjenë, ata Kjo është rreziku më i madh juni. A për para sërbë po të shqipin neve gjithmonë për shkak mentalitet. Po. Të që kanë na ujtë gjithë me gra. I kena mujtë, po. Që kjo ka flitua. Nona ka flitua. Tash mos po të kanë të neve. Kërkosh mos po të ka dhe për qëton. Për qëtojnë tut. Inshallah përmirësohet bëhet diçka. Pa, inshallah. Mundet me përmirësu qeveria, që përpozojmë i ftiu, tha më konë, ata që kanë 4.000 kanë i banes me jetë. Po. Jo, që që në fillini ka qenë shtesat e azmive. Shtesat? Ja, po. Lehonave 6 muj. Bogën, edhe kanë rritë që tash. Për 100 e diqka, u po 300 e diqka. Edhe do kushte për banesë do sane, kështu që fillan. Po, do me thonë, me stimulu diqka? Po, pa tjetër. Për që ata shteti? Qashtë është. I betë. Hajde vazhdojmë. A ka fjallë më të rëndë se fjallë e gërbet. Pyete babën nënën se ata më së shumë t'i vret. Ka humbë e je tretur birën tokë të huaj kem bet. Zdi a do të kem afer kur dua me vdek. Edhe kjo është e keqe. Edhe kjo një... Dhes plaku jeton më që ka fëmin këtë. Edhe kjo një dukuri u bojë madhe, Gjafer, unë e kom të regu dhe një herë, me punë shkova një herë me një gjadet, edhe shku me matë pronë tokë mja përkëthy. Dull një plak, po të me ka një shpeta jam me plak, më në për ratë është. Sa së më i më rëtullu. Kush rëtullan? Kush e rritë të paguën për djemëve. Djemë të ku janë, ta 4 jashtë. Dhe kjo plak e madhe. Dëgjom, me bia jeshohet shpia. Mirë se keni ardhë motrat dhe vajzat e mija. E qëth, nona djallin e vetë, djalli bërtet. Nuk dua frizur si babit. Nona, dua djalli im, se të gjithë pëthojnë që pëj për në gjanë këshisë. Me frizur me hu, po. Shkon, baba me bo adënën. Edhe kur vjen shpe, pe pyet djalli babë, si du në rezultatet e tesit. Prej së të të thirën Agja Hasan. Tjetër kategori. Au, tha, pse ma ke pastru logarin? Për atë që thojnë, logaria pastër, dashuria është me gjatë. Në që kjo fjallë nuk ka një farë parimi gjithmonë të shimë që edhe sërë të patëm tonë, edhe në qistra që në duga një bëdë, logaria pastër, dashuria gjatë. E pyet gjykatësi të pandeurin. Kur i një roj ju dë me zë veti, ti e ke posë në dorë stupsin. Stups. Po. E hajtë që ka posë? A i sa grunë të ame. Për që ta i në reja, po një. Dole mbron ku 8 femra me pritësin me dollë. 8 femra nërmen. Ama une isha i pit e kisha i në toalet femrave. Kjo ka hi. Edhe ato për thënë, aqë, po kjo është për femërë, po aqë. Mi, qashtë në të Gjafer, a i ki që to me rënë si mbash kapitu, a i ki të përgjithme edhe kështu edhe kështu? Përgjithme fillah, po? Vetë gjakovarë, bjondinat, për kombetira... I ki të ndomen kapitu. Ato i ndomen kapitu. Kapitu, të mi. A një po vazhdojmë me sjenë përgjithme në... Shkojnë loj tjetër? Një autobus me gravë dveja, Shqipëri. Pa ta kanë do fjallë, i kanë të mirë, për na që kuptojmë atën. Po, Shqipëris. Kur shkojnë atje, në hotel, njenes i shprazët telefoni. Po. Pa rrymë. Po, bateria. Bateria, po edhe shkoni thot të sajna
pronarës, ku muna me mu sot telefonin se aja sret një punëtor. O me lejem, me rëzojen, qojën dhomë, e potja karikusin, kur fillon edhe tjera të grata, po thënë edhe nevra. A i karikus që qenë rrymë. Për na nuk i thojnë, në i thënë ndyshe, po. Kur fillon tha gratë tjera, edhe une. Ate po kalim të nej kapitull tjetër. Ate, po. Shkojnë a kështu tash. Drejtori thot punëtorit, par dje nuk edhe në punë, me tha që po marton motrën. Po. Dje takova motrën tonë e pyta si shë vërtet. E thot, turp të vi rënacak, punëtori. Unë rënacak, turp të vi ty, a pse mua? Po në që kom motrë, tha heq. Me në ka mashtrua. Më të pytë Gjafer, edhe njerë ndo këtë kom pytë, në qëfar kohë ditore, anë më nxezë, anë mëromja, kur ma shumë? Me nxezë ditën e mëromja, kur të mbinë menë që të mbje dhe qka? Që të shëtë diqka me njerë. Inspirosh diqka, lexon diqka, edhe e kryon një tonë. Gruaja e thot burit të vetë, atë kujtuat e nata kur njohëm unë e ti, sa ka qenë vetima, murmurime e madhe, po më kujtuat, vetëm unë nuk e kom kuptu seriozisht para lejmrimin e natyres. Dhe kuptan? Pësire tha buri i një femne, po thot, pse tha ti ke frejt me gru tem? Po të rano, vëlloj, se të natë s'ku frejt. S'ku frejt. I qojnë gradë poligon. I qojnë gradë poligon qitjes. Po. As njona nuk arrin Shenë. Objektivin. Po, objektivin. As njona. A i thot, nesër më ardhë me ka ne fotografit vjerave. Shkojnë, i mera i qetat jenë në objektiv. Ato, tona tha që dhunë. Ja, mërë, nuk se ti dojnë vjerave. Hajgora. Nuk se ti dojnë vjerave. Të të kuptu kjo të humorë. Po, humorë është pak. Së të vërtet, humorë. Pa ka diska të vërteta, po humorë është. Po, për në ajo që ka metë, ashtu të bile pak me... Ka diska, po pak është. Po shkën mëre në i kapitull tjetër. Po. Vazhdojmë, shi që se ndërrua, ne po vazhdojmë. Sot autori po ka dërshirë që të lexon ma tepër, që ne të komentojmë, eventualisht komentojmë janë, po ne do të dëgjojmë, ty i lexu, se me qenë se do të shvizojmë rastin, të dëgjojmë sa ma tepër të atyre të cilat i kanë nënvizuar dhe i ka po gati për ju sot me i lexu. Po, djali thot, një vajzës, duhet të martohem dhe të jemi lumptur, vajza, zgjedhë njërën të dyja nuk mund. Nuk vojt të dyja. S'munësh me pas, të dyjat. Edhe kjo pak hajgane, jo dhe vërtet gjëndër pak. Po për para, qëre martesa. Qëllim martepës. Do të martohëm bashkë, mërnohëm. Të mire, të keqë deri në fund. Po, dhe po. A kemi lumëtori, a është mirë ka njerën, mirë ka njerën, po me nejtë bashkë. Po tash si po prishët puna, diçka, s'po shkën lumë të, jo s'po du mos jo mirë nuk. Pa nuk do të përshëllimi. E që njën e doktorin, gruën të doktori. Gruja e thotë, që që gjithë të një. Gruja e ju ka nevoj për hekur. Puri, se dhjetë doktor, se unë e veç dru i këmë dhonë. Qa veç? Dru. Hekur kur. E tash këtë. Buri dehur dru, e thret gruën e vetë. Eja, e merëm. Gruën e thë, ku je? O, vëlloj, me ditë ku jam, tha me vetë. Me ditë ku jam. E mërë Dostojevski, letërës me shkrua idiotin në kohën tënde. Në ditët e sotit kishte me qenë si regjistrimi popullatës. Kretë. Kretë idiota. Kretë idiota. Po dhe kanë dollë disa libra, lërët idiotave, rrës masovizimit. Po di që shko një vajzë më lojë, thot, vajzë më vjen keqë, për shtë vëllari është ndalume. A dhe në deshët më lojë, thot, kjo, thot, e pëse së më thë para se më deshë, ta e deshë janë nuk është ndalume. Po. Si ke kalu në jetën ta. E pyrë njerin, si ke kalu në jetë tonë, që ka ke bon, që shke kalu e. Tha, kështë,
Një rezume të jetës me. Po. Në jetën time, kush puna morë së më ka thonë. Veç bof mirë. Veç ka hunger, punu kur gjatë. Kush puna morë, veç bof mirë. Breshka ishte mranda. Pas ka mojë dikush. Breshka ishte mranda në shtëpi, shikon në dritore, thot, po bjen shi, sot kisha plan të delja për vrapim. Breshka me vrapu më nërma. Mëse Dembeli mu që me punu. Dembeli pas ka pas njetë, ja pas që që Dembelave, deshtë mu që me punu po shirave. Së më la koha. Së më la koha. Edhe Dembeli në zërë me shti me punu që atër? Po, në. I thanë, nëse do me të respektu shumë, ti duhet me shku në Indi. Pse me shku në Indi? Se atje Leopold të shajtë. Me të respektu bua. Psikiatri e pyet pacientin, a fleti me vetë vetën? Aj, jo se dje jemi për la. E që këne se flasën e vetë me vetë, që ka bëhat? Po nami nuk bëhat, se na jena rritë bashkë. E buri tha një gruje, vetëm ti du mua, son të paguj psikiatrën. Se që mendesh atë. Të du të një kuptu pak, do ma thoni, me qëllim e ke bosën. Ti du mua, son të paguj psikiatrën. Ki më po për psikiatrën. Po. E ta një kështu. Buri thot gruz vetë, nesër do të shkojnë gjuhë ti. Gruja, e di zanar. Të shkrujt e aja dhe jetë prej jote, mro. Të shkrujt e A të shkrujt e dhe jetë mro. Po. E pas ka lezu në telefon e jo. Po. Djalli tha një vajzë, tha, si kur të shete e imja, unë kisha me hongër vetëm patate edhe qip. Vajza, pse? Për atë që vetëm me këto shkojnë peshkuj mirë. Peshkuj për hongër me qip e me patate. Si peshk. Po. Shë qoj vetë, do i kuptojnë, do si kuptojnë, do ju pëlqenë, di kësë pëlqenë, po na e punojnë punën tonë. Po që është të nërma. Koha është të burë për humor, na kemë humorin e ndalum pak atën, i jekum të sanë na, se kompetitira kanë normal. Po, që është i bëjnë edhe marë. Jo, së intereson atina, originale ka zënë. Po, e zënë ka zënë. Edhe po pëllqesh kënaqët. Po, Tena jo. Po, dhe tena nuk... Hala mrapa e na. Tena bilet që to, pak, diçka ka njerë tokën, thujnë. Polton. Edhe pse i ke krasit po gja. Me i disë mirë. Shë që, nipi e gjyshja poltojnë me veturë. Ndërkohë nipi thot gjyshe, aty shëjbit e sefës. Po, se veçanë, dhe vënë. Shëja vetit o fliqanë. Shëja vetit o bleqanë. S'ka me ndu kongë të denë. Gjyqja. Po. Tha e lash cigaren, e lash alkoholin, e lash drogën, grunë e mbajta. E pse tha grunë e mbajte? Se për t'i shkaj duhet me dekë. Kuptan. Pa gras ka jetë, po kjo s'ku marrë atën. Se pa gras ka jetë. Jo, ja ke qitë pak që po ankor njësë gratë. Po. Si ta mas rinia po ankor, po thojnë, e kanë pushtu gratë. Shë që, kërmilit edhe kërmilës, jo është më se bukur i martesa, sepse se cili jeton në shtëpinë e vetë. Kërmilë e ka shtëpinë e vetë. Mosha me mirë për të martuar është 65-70 vjeqë. Vonë pak dhe pastaj vdes. Nuk keme vujt gjatë. Shenja e pare pleqërisë është mbajtja për muri kur i vesh brekt. Të rëzuash. Shumë i rënë komë. Edhe këfuca. E ka braktis gruja për shkak të alkoholit. E ka braktis? Gruja. E tani kë ka braktis alkoholin, sepse nuk ka më arsye me pi. S'ka më arsye. Do dhe gruja pas ka shli me pija. Zëllum ka pas me gruja. Unë i kumë pa da, mështë të përmeni me qëpar profesioni mirë. Ajo peshkatare e tjera të, po zakonisht të ishin, ku me nejtë shpe ma mirë, me mirë dalë, gjëti ma mirë dalë. Njoni ka jetu me grua dhe me vjerë. Edhe s'ka mujtë qatë që konë nga zepa dhe në betyne, ka unë do me dalë me vjerë dhe qka, edhe mu liruë, shku në borgë, po mirë borgë atje. Dhe vjerë, e në zonë policia.
E qojnë gjykata dënon burgoshtëpia. Aj, Parë nuk u dhe më dollë mu, pas ka ndenu, ai ka llogarit gabim, ka thonë ashtë apështoj Po, burg. u livdoj ke njënë, tha, di byro, gjitha instrumenteve me tela. Gjithave di. E pyti njënë, tha, e shtyllave elektrikat e miro, i kanë tela. Po. Natën e parë të Ramazanit, gruaja për thot burrit, qa me qitë sonë të për iftar. Po, që qa duhesh e grua. Tha, jo, ka të thëmë, që të më rritë duhesh. Apo të shkanë hujnë diqka? O, burë, thojnë, qka qitë natën e parë duhet edhe të mramën e qitë. Për që ata, o, që qka duhesh, po kështë e prita natën e mramën. I pa e dikata. I pa e dikata. Ka do gata, jo. E thret, prej banke, zotëri, këtu në telefon është Suzana nga banka. Ju keni një borç të ne. Ju faleminderoj për komplimentin, këtë ashtë pëthot. Ju faleminderoj për komplimentin, ju kisha lut që të mos më thërni mo, se bashortja ime është shumë gjeloze. E tani e kom shumë problem me gruan. Me leni rahat. Jo, pëthotaj. Pa i pëthot. Së më thyrë Suzanës, pëthot, më së më thyrë. Për kredit se ka pagu kreditin edhe pëthot. Kuptan. Në bankë, atë diqka thujnë, kemi besim klientin. A lopsin Quebec e kanë lidhë me litarë. Po, vela. Po një, ja, me sigur. Në moment tash. Sot sa shtina kartelen në bankomat, ma qitin një mindel, në mishilot. S'kesh po s'ko gjë? S'ka. Tha, mua banka ma ka mundësua që të qëndrejt për sëri në kom të mija. Si? Ma ka marrë veturën, tha. E kalon, penge e kalon i pëtik veturën dhe ka shku vetura. Valla tha, buri e thet gruën pej punës. Gruës qërë që po thëmë, i besan shpetan. Besa të vinë shpet. Po, se pa ja si ishë nonën djallit tam se lo. Si nua, dhe. Qa kom më në paj gruja, qa kje. Tha, ajte, e shes aj qa kom e gjithë për devjone. Kur vjen mbrami e i radhët, hanë buk, bjen në pjetë, i më shelë sytë, a vytët gruja dhe peperek, o burë, shumë ka zohë vërë qatë edhe i burë, djallit satë, qatë nervozaj. I ka së posë të satë mira për banka. Edhe banka, e realitet është kjo? Po, realitet e kitë, qashtë. Mirë. Shë që kjo është interesant, pyetje. Nëse një profesor nuk mundet me i ligjiru të gjitha lëndet, pse pra një nëzënës duhet me mësua të gjitha lëndet? Bra. Brengose. Brengose. Edhe kjo... Nëzënës i duhet gjitha. Profesori nuk mundet gjitha. Mish një. A nëzënës i duhet gjitha me mësua. Po dhe? Dhe mi bajt 20 kila libra në shkollë. Diçka ka këtu. Diçka ka këtu. Edhe ty unë nisë për kësaj gjafert, veç pak ko të komentojmë këta. I kemi lexuar shpesh që në botën e jashtme nuk i ngarkojnë me mësime aq sa i mësojnë te na. Po jo dhe. Bile tash e këshyrin këta që ka prirje, mëse ngacmo, mëse ngarko, që ata që ka prirje dhe të vazhdon, e jo me gjithë që me ngarku. Edhe kjo një të arsime do të më trajtu kjo mirë shumë, të më trajtu kjo, edhe plus më lypi të tanëve, banë për të tanat pesë, banë për të tanat i mire, banë i shkelqyshëm, është e pa mundën. Burje gruja të bodash një hindjali vogër tha, bo, ti e kopraci malë. Ti e kopraci malë. Po, pse vre bo, da. Ako i shia kur vjen kërë të nëmë, më jep ka vetera, ati kur të më jep kur që. Ska ditë mija, ska ditë mija. Djallin e qytetit, Sheherlin, e pytin, a tu ka feju motra? Po. A ja ke uru fejesen? Tha po. E si ja ke uru? Tha i thash, urime motra jam fejesa, i shodhë dhe plëtir. I shodhë dhe plëtir. Zde ndjallin. Ska dit, Sheherlin të din të sanë. E gruja duke dresu qanin, e pësaj ke qanin. E shë burri, e i thot, oj grua, kote ki e krejt, a përshësit, nuk po të një gjanë, s'po të një gjanë, Mo është me mësur, po të java ki, gruja, mos ke gojle ti, se edhe me ty të fillim ka qenë që shtë fëtirë, fëtirë e kom pasë që shtë. Edhe ty të kom dërsua. Thanë, qëfar kohë e kej që ka orë,
E pyetin pse? Qyr pse? Ka orë koha, i bjen babës shuplok, quat e ta këthen. Veç lisansa nuk muna me ja ky babës. Djali, qka? Qa mi ka bo nonës. Qa do së më i tha. Shkojnë atër, profesori pyet në tonë të klasë. Po Naimi, Samiu, Ndërmjeda, Qajupi, a i njeni, në zonë si, jo profesor, sigurisht një në klasë tjetër. Po. Edhe këto pak, e ke potencu pak që në zonë se sodi sa din për që ta. Edhe e ke pëcik që ta, që të barcolet. Zonëzve e ke kushtu, pa da arsimtarve, sa për mësojnë. Se në zonës din edhe sa i mësojnë, pëlla, se për lojnë fajnë vetë në zonëzve. Gjafer, që pa ta mërmenja, du të fajnë vetë në zonësve dhe profesorës, dhe profesorët të për mësojnë shumë, se mi mësu ma shumë edhe ma me përkushtim. Qartë duhet. Atëhere në zonës këshin mësu. Tha, nona sot ka zje pasol për 3 dit. Si duket këto dit, kemi me i bojt moska të shpi. Me moska. Qka, nervoze. Ojnë mi kesha ime, qka je kash nervoze kështu marje? O, burim ka orë pro mi pit në shpe. E ka hongën një të nxjere pasol. E qka ka të keqe, tha këtu që po pasuli kom pas zje. E tash po përpilitet pe i barku, po për tëtë. Maraj. E se këtonë. Gruja pyt këshin. Gruja pyt këshin, o këshi, sa gjatë jetën gjarpni? Burri e njërë. E grua, mu shi pa qërë një qka? Tha e tharë burri grua që jetrash. Jetrash e thash. Prej asaj kuhe, 3 dit gruan se kom po mo. 4 dit pak me sylit e majtë. E kom po. Po. Po duhet me gjithë ka pak me ikse. Njeri duke. Se atë kemi undër, mës me bisedu shumë, veç mi komentu ka pak, po ti me vazhdu me ledzimin e këtë. Njeri duke pushun vikendikset aty, ofër ku përshkuhet. Po, ofër lumit, ofër liqenit. Po përshkuhet, kësë e përshkimi. Përshkimi, në vikendit mrena. Për një do të qeshura, femnave. Kur drejt 5 vojza. Jo ndesh, në më lakuresh, e në hinë mulo. Po dohen. Del kjo për këqyrë. Ato thujnë, o idiot, largo për atyt, se na, edhe largohen pak atën, largo për atyt, se sa tjesë tja, na s'dolëm për atyt. Sa tjesë tja të, na nuk dolëm. Pa e vojza, nuk ju mordë, në më po juve. Po një mordë me ushqy krokodilat. Kush rënu i mo? Krokodilat, da. Vjen djallë në shpe, pyet baba ku ishe vërë? Tha isha, më registru fakultet. E cilin fakultet? Fakultetin teknologjik. Mirë këtë baba, kur të krysh tjetë fakultet. Qa bosh? Qa bosh të? Tha babona, pepris teknologjike. Po, valla, pepris teknologjike, shumica e fakultetet. Që qa, por me jetue, i bedë, me jetue duhet 3 gjera. Oksigen, ujë dhe ushqim. Për thot njënë, edhe për bëtë, e për emnin të ndikon? Tha, jo, e së më rëbojë, tha njëna, se mu edhe pa ty. E për qatë të rria së mundet, a pa gjithë kanë mundet. Po. Vdes njëri, e dërgojnë të vorri, ku hoxha i athur disa lavde, hoxha. Vdekurit? Po, vdekurit e lavdan shumë, ka qenë i urt, ka qenë i ndërë shumë. Ka bo mirë, shumë. Në atë moment gruja, i thot djallit vetë. Këqere vërë mos që ka ndrua, kujta pjakët. Mos që ka ndrua me dykon tjetër. Se bura për një, gruja për një. E ka nëzjohë njëra ja, kuj nuk është aje. Gruja. A detja e dy po të me kru? Janë kohët buri grua, sot po më dhembën gjënjt. Gjënjt po më dhembën, po të gruja? Buri për të grusë. Gruja. Po si kur të kështë ledzu, të ishe dhe i mësyt. S'ke ledzu kur. Në ishte të kalujmë da. Pyta në shko.
Kur më pyetën mua, tha, a kje diçka për kokë? Po? Tha, unë ja u bi çekiqin. Po, çekiqin. Pse ndodhe ka vërë me gruan? Po? E parë. Tha, që bëj ke fëmi. E be dytën? Tha, e bëj ke pa mua. Shkoja. Dieta me vinjak. Për 3 dita i humba qesat e banesës, qesat e veturës, letër njeftimin dhe telefonin mobil. Ty nga me ato i ka rokin. Rakia, dhe që ka bo. Shkon gjyshja të ginekologa. Kur? Gjyshja. Po. Pas vizitës e pyet. O djallë jam, a dinon ajo të me qka mirë është? Që në plokat edhe. Kështë që me ditë non ajo të zguzon me punu të këtë punët. Kjo kodit të më thonje. Po. Tre studenta në Prishtinë bisedojnë me zveti. Allah e gjë. A ki ku më shkuti me nejtë brutën në Prishtinë? Po më rëtha kom agjen. Tjetë thonë e kom dojnë. E ti, thonë e kom tezën. Pa shkon me herë bëtë tezja me nejtë. Edhe në thonë që sërë dua, o sërë të më qivë. Sërë dua, dhe më thonë atë. Shkoj vetë. Tu e në fjallë që mrapë s'kanë pojtë atë. Po, mrapë. E kam përdorë të fjallën e mrapë dhe ku s'dot. Po dhe, qka po bonë? Po këqyri punën time, o vlo, ti pe këqyri plafonin? O vlo, unë jam më lërë. Valerë, Po. qartë. E pyet shoqen. Molera, edhe ata plumagjive të që po këqyrbe, që rishë kujtë natë, hes këtë Ato i qyri, qatë punë e kanë. Që molera të kanë. Shoqe e pyet shoqen. Qka bën ti me dreken kër nuk i pëlqen burit tënë? Ja do për dorkë. Ja do për dorkë, po. Pra për pyet. E qka bën ti kur buri ju të vjen i pitë shpe? Shkoj të këshia. Me nejtë. Po, me nejtë. Desha të delë shpia. Po, të, mos me qëtësua nëse. Për me fjetë ma shpejt, tha duhet me në mua, sa dashnuri ke posë. Tha, pse vërburës për në mërëndedet, tha të vishë një herë ka qenë. Tha një marë, që këmë në më njohë. Notën vuën, tha, një zhurën për shkon hava kom, banes, po përtet një grua, si e trantë, den. Edhe për i thujnë, den njoni për përtetës, kur për përtet për kështu se me konë puni botës. Së në në ratë këtë objektin. E qetë njoni për i tarës, do buzoj këjshikja jonë. Po ta për linda që ka ka. Sa jo la ma keq për mënuat me mirë, stotë. Po përtet. E trantë. Boba në tonë, këshyrë një ditore dhe sa janë bërë shi. Boba në ndonë dhe këshyrë për ditore dhe se janë bërë shi. I rrept. I thot djallit, jo më brengos, thot, për nonën tonë, që është qytetë dhe në kërësi. Djallit thot, jo e nënë, babë, jenë diku në i butik, e për qaja për brengos ta mua. Boba. Për që ta më për vërzinë. Gruja tha, e luti këngëtarët, dhe të këtu këngëtarët që janë, mos i shkon për gjithë rreth burit temë, se unë e moj kuletën. Koti. Ta të kiti, për jo. Kuleta është të unë? Si jafi pare, më t'jep ty. Shkon policit e automekanike, i thot, e kom mbyll dherën, jo më habit kjerët, ama një mamë qësh mja bo. Kësot që qa, të reqe pak gjomin, sa mu eshte një tel. E me qatë tel e kop qizin. Edhe këj puna njëri, kër e kryen punën mekaniku, me shkun shpe pjeshe një tub njerë, po qeshin. Afro, thët ka u bo për që kini. Thët babaj një polis, thët po mënohet një kop qesin, po një vrim aty, me të thët e s'po munet, e thët e kolega i ti mrena në kërë, për i thët, majt, krem djohë, majt. Kjo për polis. Për polis pak. Polis. Po në anin polis po jëmë nënë. Nash, edhe ata bëjnë ajgore dhe ata Qashtë. kërë. Shikur të ndrojë, po vazhdojmë me ndëgjimin e Barcoletave, autorin Gjafer Uka,
e ndëgjum dhe tash disa barcoleta të përgjithshme, të kategorive të ndryshme, por të grumbulluara në kapitullin fillestar. Edhe tash po kalojmë te disa kapitull tjerë. Kapitullet tjetër janë kombet tjera. Qafer që në kje zgjedh disa te kombet tjera të ndryshme. Ka dhe për Gjakovar, për Bjendina, edhe ka fjallë të uta tarta. Ati do të vazhdojmë pak a pak, me qenë se emisioni është i tillë edhe nuk kemë shumë kohë, do të i vazhdojmë isa. Orna. E pyetin Hasa Husën, si kishe pas dëshirë me vdekti. Po veç nëse duhet me vdek, kisha me vdek, pas dëshirë me vdek në gjumë, si gjyshem, e jo si në panik si ullëtarët e tina të bës. A ka konë shofer, ka morë gjume, këta e kanë bërtit njës, qërëtëm. E hapë Husa një bërnatore. Husa. Shkon fota, janë kohët të dvaloj që 3 mujën e mashkull s'këm po me sy. A që abune kë, edhe do pika për sy. Pa që s'ke po me sy, në të qenë në sy. Me të qenë në sy. Puna boshnjakët, po. A ki me tjerë në e? A me Hasën hishën atet? A vi kësa, po këtajnë këta për këta. E sret shefi Hasën. Haso, a ju ke thonë t'i kolegëve tu për mua që unë jam budal, i pa aftë, i pa ftyr, i poshtër. Ashtu është, Hasa, po thotë ato. Ashtu është, po në nuk ju këmë thonë, se që ashtu është. E kanë marrë veshat. Hynë Hasa në provim për vozitje. Vozit 30 km në orë. 30, ka të edhe në 4 të në qetë, 30 në orë më në mentar. Ti fje dirë shoferje, dridhë kjere e dirë. Pje pyt instruktori, me cilën përshkan? Me fatën punën në post. Nuk fje dirë me cilën shpejtësia, për njën. E qështë. Hajde tash. Po vazhdoj me qëtër prapë me tjera? E qojnë Hasën me 2 dritarët. Masi e kryen, këthejet e pyet. A duhet me 2 dhe romat mëre? Ka në gjomat. Ka në gjomat i ka një. A duhet me 2 dhe gjomat. Si e ka hu Boshnjakja në Sarajevo, fota, Boshnjakja, si e ka hu pjetën. Jetën, ka vdekën. Ka rohë nga dritarja, dheri saj ka hekuros pjerdet. Në gjithë të gjomat qelë, u hi me i hekuros. Edhe ka hu pjetën. Ka shku Hasa në provim për vozitje. Kur këthejet e pyet Husa, e shoku im, a ka love provimin? Nuk e di njëherë, dheri sa dalin një instruktor për spitali. I ka bollon, i ka bollon. Po, qështë? Hajde të lezëm në e desa të kalim kapitullin tjetër, të lezëm në e kombe tjera, a kjerë në e me Boshnjak? Po ta pyet Sulën, Sulo, a ki ti ndo një talent? Sula, po kam. Po ta, qëllin talent e kje? Me folë kur nuk duhet. Hajde ta shkina të... Që të hërdojnë më kontar pse qyshka. Jënë dhe pyetje, ko këtë pse qyshka. Loj pyetje shka. Gjeza. A i kalove këtët Gjakovarve, a i ki matutje? Makne Gjakovar, po. Edhe mirë, po, vazhdo Gjakovar? Pëqedhe është pëkqyri... Po gjënë e që është ma... Po i zgjedi, po... Qashtë, që koha për fëtëran. Shka ishë bo pëllon të cikur të kishin qeverisë gratë. Nuk kishin me pas luft. Veç disa shtete me disa shtete, s'kishin shpojt kur. I natë edhe. A thua, kur dhe në më kalëzua, tha... Po i natë i ka kapë edhe këta tonë, edhe shpunën 3-4 shkaj, edhe shpunën, Katastrofë. Me valla... Shtetin me shkatru për i natë. Për i natë. Po në pas në e punë më të mëne?
Mirë dje komenton, tha, kaq pun, kaq të vogël, s'pe zgjedhet një problem. Pa të mëdha, ç'është mund të zgjedh? Qëre, kjo është shumë e qartë. Po. Kushtetuta e obligon partin fituese me zgjidh kandidatin e vetë kondonaj. E propozu? Po e ka propozu dhe qatovis, Albuleni. Edhe e ka propozu në rregull. Kushtetuta nuk thot, opozita duhet me caktu kënd. Jo opozita, po... Opozita cakton? E propozon? Pozita cakton. Së fituese. Po, e këta pësojnë ju. Ndrone? Na, qërësojnë ana. Pa dhe këta kanë gabim dhe këta kanë dhe një mes dhe të me gjojnë. A di qarë problemi? O, të popullë. A di qarë problemi? Ajo është luftare e madhe kundër hajnis, ligji për konfiskimin e pasurisë qeverisë. E këta e din që aja lufton ato punon, është e pa ndalshme. Qatë e problemi? Sa aja ka vota mas shumë të pej... Po, ka pas vota për kështë vend, Gabim është. Me po dhe ajo ka pas bolë Po, popullë nuk e din që to që e di une. Popullë nuk e din. Po, dhe që... Kanë drejt këta. Një zgjidhje o dashnë, po, O desh me bo, Gabim. Por, kë kam bo si gratë, që the aty, kur të veqë gra, e për i natë nuk e zi. Po, dhe të luftojnë me zveti. Qaja na nëziri këto. Pa, qaja na nëziri këto, që atë i natë. Hajde shkojmë kapitull tjetër. Në është aty të ata tjertë të Gjakovartë i kënë nëmizu ma shumë. E këtë nëmizu me aty ma shumë? Po shkojnë aty Gjakovartë të tarë. Më si kalove? A që Gjakovartë? Hajde. Gjakovartë i kena... Që cilën të ledzësht të është të mirë? Miren, po. Edhe pëse se kënë nëmizu këto janë? Gjakovartë i pytë këshin e vetë. O këshi, a kje nda një karik të lirë. Se më ka nën musafir, i kom i 6 karika. Po më rëthot i kom 3 karika, s'ka problem. Ani sa po t'i qoj këta 3 musafir të në të të atje. Në me 6 musafir mu, 3 po t'i qoj ty, ma se ki karika. Vojza tha, tregon ke vojza, e kom thot dashnurin Gjakovarë, edhe da me dole me hongër drek. Po më sret, tha djali, po thot, qa po banë? Tha, i më bugati, veç ty po t'priti. Mos rasisht je unë? Tha, po, valla, jam më rritur në balë. Tha, a një habu këni herë, ta një vitë marrën. I pëtet Gjakovarit gruja, e shkon ato që marrojnë për vorreza, për mendore, tha, Allah i dhe tha, mos e, jo të ofiqari shkon. A të ofiqari? Me janë ndru krus e në mbi emnin. Tha, qysh më në emnin mbi emnin, ka vëtje gruja, o e kum qetë, tha, ne për mendore të bojtën pak atë. E mos marrë qitë pore. Tja që qatë për mendore, qatë gurin. Qatë probleme është atë. Qatë të probleme. Gjakovari kishte musafir rinë deri në ora 24. Dikur i pyet, Allah i lav, janë dikush me ju marrë, ju ashkën i vetë. Nona Gjakovari thot djalit, qushko këqyrë mos përipin musafir diqka adjen. A i shkoni i thot, apo do një mju që në shpe? Djali. Djali pas ka marrë zanatën me njëherë. I lindër. A fështë s'ka kanë këto me trashikim, po jo, s'ka kanë që e kam s'ku për dikuj, po të lindën e pas kanë ta. Lindën. Djali. Gjakovari, kur i vinë mësafirt, se por i pyet, a keni hekurin, rrymen a keni nalë, ujtë a keni nalë, me bo maraka dhe. Për rrymës, a keni ndorë, sanët, a i një orë që të palidhja dhe. Të mu që këta mu bo marak, ma herët më shkue. Gjakovari tha, sot i pje ka 2 speca, pa kena mërnu gjithmonë, no, njakor. Gjakovari e thret tezën e vetë në Gjermani, thot... Tezën? Tezën. Që ne posa hymë në Gjermani, i thot, e do të krejëm një kafe të ti. Tezja. Nuk pim na kafe, na ka ndalu doktori. Dha veç kur vjen që pjen e rakia në i langë vetë. Që vjen në shahë. Na ka ndalu, tha krejtë. Qatë, na vjen bjërme. Po.
Po. E pyetën Gjakovarin, a më mirë, ja, drejnë Qaku në Gjakovë. Gjakovari thot, sot do të shkoj. Mirë, po kalojmë të kapitull tjetër. Po, Gjakovari thot, sot do të shkoj të doktori syve, se sa herë për qeli kuletën, sens po shumë. Po kanë shmurë sytë. Hajde Ja shkoj. sytë po këtën që s'po shembi. Shkojna me Bjondina pak. Hajde. Polici i thot Bjondinës, e cila ishte me vetur, kush ta ka vonë për të timonin. Nuk e di, po me kërë ka orë mërë vetë. Ky ka të bëdhon leja në polinë. E vlove pyet motër, thot, motër, pse ti nuk po jep shaj? Për Ka po vëzhita, dhe më shkën. Jo, tha, unë tha, nuk jam për aty në femnave, që kanë hollë këmë ditë, ku shkoj une? S'ka në gojë, tha me ditë kërkosh. As me të ndjatë. Po bëjmë torën në Bjondina, jebë një kafe ju. Ja fe interesant, që është jam me Bjondina, gjithmonë është përmend. Kërë shumë të mesme janë. Shumë të mesme janë. Pse ka me të Veç kjo? paksinat ja kanë pas adin. Bartoleta kanë pas. Pas kanë qitë të tjera femna kundër Bjondinove. Matë mira janë matë mesme. I pas kanë qitë pra këto tjera të kundër Bjondinove. To vetë i pas kanë qitë. Me i para, mi u bo kompleks pak, që e Bjondinë. Qa me bo? Ka, shëqër që janë. Po, që pas këtë në vizumi të disa në rrëndë dhe, ta mund dhe në fund të emisionit edhe përfundojme me Bjondina. Bisedoj të Bjondina. Po. Njona thot, burim ka shkun për shkim. Edhe vanue. Vëllaj me siguri ka gjithë në tjetër. Gruja, po thot. Kjo tjetër thot. Shkoj më mësë më dove që keq, për në këto mjët nuj. Ma ka bulle bojnë më bëjnë që më spegjojnë në edhjet, pra. Bjondina e qënë veturën në kontrol teknik. E pyetën instruktori, pse nuk i kje fshisat e veturës? Ja, shpima. I kom hjek tha vetë. Pse? Se gjithmon i polici pa ftyrë, ma le një letër aty. Në tu. E unë kom dashnor, pa ftyrë shqit e tole. Aja dhe ndënimin apo një? Ndënimin aty. Kjo kam mëndu kretë që letër dashnije, mështë të mlenë mo. E ndorë polici Bjondinën që ashtu edhe i thotë, zoj, patentës tonë i pas ka kalua pati. Shka problem, thotë, qëfar problemi ka? Por me hongër se kom jetë. E pytim Bjondinën, pse të laburi? Lebre, por që do të në heqë më ti. Veq e qëtë posterin, sa zonë krevet, kur gjë tjetër. Kur gjë të bënë? Vesh për qepe kalonë. Kështu ta, shkojnë të fjallë të urta. Hajtë, të gjëmë sa fjallë të urta, ta më Po. për dëgjus me ndëgju të shka Dituria është perla që ne nëzjerim nga përvoja e jetës. Burimi kryesor i dijes është libri. Lexoni sa më shumë. Po ndonë për komentojnë pak. Prandaj po thojnë që me qenë se edhe moto e panajirit fund ka qenë kjo diqka. Do me thonë, të librat këtheuni. E jo të internetat, e jo veç të portalet. Ai që njën është let, ai që s'njën thuj që ka dush, këtë e kje. Edhe motoja ka qenë këti panajirit fundi, do me thonë që qëllimi këtheuni të libra, lexoni libër, se që aty është dituria, që aty është shpëtimi. Pa dituria është origjina e të gjitha të këqijave. Po. Sigurisht. Me dallim nga libri, të mbetet nik, edhe nëse e lexon. Edhe një? Nikun, Nikun? nëse e lexon, Po. se që është i keq, se ki mu mik. Librin e lexon edhe të mbetet mik. Po. Kur të bashkohet pushka dhe lopsi, në troje tona s'ka mu dhenë osmi. Osmi. Kur bashkon, po s'po bashkon? Jo, më bashkon. Kur pe kanë pushtetin pushka, po s'po na vynë ditoria, kur pe ka pushtetin, po s'po na vynë, edhe s'po bashkon me akademik, edhe me kejtë mu bashkon. Shqipnia do të bëhet kur tosket të kenë bes,
e gegët mend. E kanë thonë këta, po që është e pasi po cekadin, po ka gegë që në anku pak në këtë loj barcoletër. Bella s'kanë, që të pamenjën shumica. Që që, pa gro nuk ka dynjo, pa fëmi nuk ka Shqipëri. Po që kështë. Ndash lufton në kish, ndash falun kish, do më thonë, ndash falun gjami, pa feke me mbet, nëse si e njeri. Se ke një e zonin, se ke një e këmbonën, nëse i ke idhnu babën e nonën. Qashtë. E pas ke mjep një të misë. Asgjë se bën njeri më të urtë se gjepi shprast. Asgjë se bën njeri më? Të urtë. Se gjepi shpafnia, do më thonë. E keqe me madhe është, kur budalla e bindë vetën që është i menqër. E qdo budallë me ndonë për vetë që të njeftë. Po. Dhe këto tash pëthojnë edhe në qëtër mënyrë, edhe ata që kanë kry për shkolla do diçka, e që për morën diplom, e po kujtojnë tash që i din krejtë. Edhe a i po kujtojnë, njëjtë që këta. Po kujtojnë që tash morë s'ka nevoj me shku mas djetare, mas profesore, mas njerëzve të meqëm, po tonë e kom balë di, e kom morë diplomën tash. Ploku i menë që ka thonë, bora zbarë gjithë shka, bora zbarë gjithë shka. Zbarë gjithë shka? Përveç shpirtin e zi. A, që është është. Qa? Ashtë të bora zbarë gjithë shka, përveç shpirtin e zi. I lexojmë edhe 2-3 Gjafer, dhe e përfundojmë se koha është tamam për përfundojmë. Boja një men këtë, asë kush në botë nuk e do vajzën në shumë se baba i saj. Këdo kërkush. Të bekuar janë ata që japin pa përmendur dhe morrin pa harruar. Asa to se kanë. Ai që jep, mos të përmend, ai që merr, se harron. As harron që ka marrë. Pem pa krym dhe trim pa armik nuk mund të ketë. Po. Jeta është si një libër. Asë njëherë nuk mund të kupton fundin nëse se kupton fillimin. Prindi është si kur jeta. Nuk përsëritet 2 herë. E kryon. Shkjo prindi. Shkjo jeta u kry prindi. E kryon s'këto s'nalen kur? Po, s'nalen kur dhe i pas i ke përmend barcoletat e mira me cilën me të vërtetë dhe i kishim byllë emisionin. Kush me librin, është i lirë lexon çka çka. Qashtë. Edhe pse po, i patë libri patë shumë kapituj, edhe shumë se janë edhe këto fjalë turta ti paske godit jashtëzakonisht shumë, sidomos edhe për sot, apse që lexoni, mësoni baza e ditorisë dhe zhvillimit të shkencës dhe kulturës e të mirave çdo gjatë vetë shtetit. Libra. Kur dam për librit, s'ka më përgjegjësh. Gjafer, falenderoj shumë edhe një herë. Edhe për ju faleminderit. Shihemi prapë. Po shihemi prapë, shikus të nderuar, ishim sot me Gjafer Ukën, autorin e 13.333 barcoletave, anekdotave, aforizmave, metaforave, proverbave, fjalëve të urta të arta shqiptare. E kemi pas musafir shumë herë, kemi pas dëshirë t'ja promovojmë përmes TV Mitrovicës e Mitrovicës. Kemi pas dëshirë që gjithmonë t'ja promovojmë. Na porositi edhe sot, na lajmëroj që libri ka dalë nga shtypi edhe patëm dëshirë që t'ja promovojmë sot këto libre. Faleminderit për juve shumë. Me ndirë qofshit, faleminderit edhe ty, shiqus të ndërur, miru ta kofshin në emisionet tjera.